gazi Lociellës, me gazin Lociellës, me vëmendjen e shtuar të mediave ndërkombëtare, jemi para një rasti ndërkombëtar ku kryeministri Edi Rama po rreshtohet në një treshe shumë të rrezikshme, dhe është vetëm Edi Rama, Maduro dhe Chavez, nëse do i konsideronim të dy bashk, dhe ajetullahat e Iranit. Pse them këtë? Tingëllon e rënd ndoshta, por është absolutisht faktike. Gazi Lociellës i skaduar. Përveç se në Klapa është një aferë e neveritshme korruptive për armë kimike të cilat duhet ishin demontuar në Itali, sepse janë import italian dhe këtë e dim nga burime tjera, të sjella në Shqipëri, nga njerëz të lidhur me masakrën e Gjenovës së 2001-shit, kur policia vrau dhe torturoi me qindra protestuese nga 200 protestuesit no global. Tani më, se lidhet në fakt edhe me aktualitetin, tani më që rryma politike e globalizmit ka perënduar me ardhin e presidentit Trump, rikthehet protagonizmi i atyre njerëzve dhe viktimave të 2001-shit, cilët protestonin për një botë që ishte jashtë zgjedhjes së një tmajte globaliste. Mirë po, ato skorje të cilat i jepen qytetarëve shqiptarë si mjete luftarake për të shpërndar turmat, e dim është e faktuar shkencërisht nga rastet e përdorimit në Venezuelë dhe Iran, që e kanë pasojën tek njerëzit më të rëndë se gazi Lociellës brenda parametrave ligjor që nuk është i skaduar. Ka një arsye pse ka një datë skadence dhe nuk duhet përdorur ajo pas asaj date. Që ta sqarojmë, në 2023 kishte skaduar ky hyni. Po patjetër. Edhe në 2021 ishte marrë, se sigurisht ka dhe foto që ka takuar edhe Ilir Proda, personi që ka ndërmjetësuar sjelljen e atij gazit, por kjo është një histori tjetër. Mirë po, për herë të parë në sytë e mediave ndërkombëtare e kemi kryeministrin Rama të atashuar me grupin e ajetollave dhe me Maduron, që mund të përdori armë kimike dhe të bëjë krime kundër njerëzimit ndaj popullatës së vet. Kjo është hera e parë. E dyta, e pam edhe nervozizmin e llatarshëm si rrallë ndonjëherë të kryeministrit, edhe pse duhet thënë që në ditët e fundit, edhe në seancën ku do duhej të kalonte dhe të ratifikojë marrëveshje për bordin e paqes, ai ndonse do duhet të ishte një ditë fitore për kryeministrin, një fitore simpatike politike, e pam atë shumë nervoz, i tillë ishte dhe reagimi i tij sot në mëngjes. Ka disa pika. Të shkëpos një pjesë nga reagimi i tij. Tani më këto farë protestas me pislikun që krijoi në bulevard, ngjajnë si jashtëderdhja në rrugë e plakut të lajthitur që i organizon, degradimi pandalshëm dhe dëshpërimi i pangushtueshëm. Të shkuara punonjësit e policisë thotë Rama. Patjetër. Vion lëshon vrerë. Jo, nuk është çështje vreri, kjo është strategji e mirë kalkuluar. Ta them unë pse. Ajo që tremb vërtet Edi Ramën nuk është thjesht përballja me Partinë Demokratike dhe me liderin e saj. Nuk është ky shqetësimi. Është ajo që ndodhi te kuvendi. Shqetësimi është pikërisht atashimi i qytetarëve të paangazhuar politikisht të Tiranës ndaj protestave të opozitës. Ky është lajmi i ditës djeshme. Dhe përpjekja e Edi Ramës për ta veçuar personalisht dhe etiketuar dhe patjetër dëmtuar imazhin e kundërshtarit të tij politik, duke kompleksuar qytetarët që duan të dalin për të drejtat e tyre, për gjithçka që po i mohohet nga shërbimet dhe mbi të gjitha për një vjedhje që, siç e etiketuam, është e padëgjuar në historinë e Shqipërisë dhe të shumë vendeve tjera, është pikërisht arsyeja pse Edi Rama do ta lidhi patjetër atë që ka ndodhur ditën e djeshme ekskluzivisht me Sali Berishën. Patjetër që Sali Berisha ka qenë ai që organizoi dhe thirrje atë protestë si në cilësinë e liderit të opozitës, por siç thash dhe siç e pam të gjithë bashk, ajo e tejkaloi Sali Berishën, ajo e tejkaloi protestën e opozitës dhe u bë një protestë qytetare. Kjo e komplekson kryeministrin, kjo e nervozon kryeministrin, kjo e tremb kryeministrin dhe shpurën e tij të lëtyrave